që edhe Artani këtu, edhe BDI, edhe zoti Aliameti të përdet, do ishme që dërshën të kërkon një falje publike në gjithë këte degradim total të vlerave të shqiptare në bas luftës së 2001, që ishin vlerat kulminante të shqiptare në bas asaj, një përpjekje jo disa vjeçare, po një përpjekje shekullore e shqiptarve, dhe një organizim perfekt ushtarako-politik i shqiptarve në vitin 2001, ku për herë të parë duke u bashkuar edhe nga zori, edhe strukturat politike atëherë, sepse tentuan një që të krijojnë qeveri teknike, qeveri nacionale, diçka tjetër, dhe në fund u kuptua që duhet ulesh në tavolinë për të zgjedhur një herë për gjithmonë dhe për të filluar një jetë e re mes dy popujve shumicë shqiptarëve dhe maqedonëve. Kjo ishte përleshje. Fatkeqësisht kjo nuk u arrit për shkak se strukturat politike që dolën nga ai proces, nga ajo luftë, e cila në themelit e saj patë të gjakun, vazhduan avazin e vjetër dhe sot erdhëm në këtë pozicion që jemi, që prap kemi ofendime ndaj shqiptarëve, ta nashkalojmë gjithçka që përmend Artani në vitin 2011 është vërtet është mëkate shumë e dhimbshme.